Vetëvendosje po tenton të mbajë sekret deri në momentin e fundit emrat që do t'i vënë në kandidim për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen me 12 tetor 2025. Ka si saj po vepron thuajse për secilën komunë, e që janë të shumta të cilat nuk drejtohen nga vetëvendosje. E padyshim se fokusi më i madh vazhdon të jetë te komuna e Prishtinës. Derisa nga partitë e tjera tani janë konfirmuar kandidatët nga vetëvendosje, ende ka lakim të shumë emrave. Në fillim u përmend Glau Konjufca, e tani del se si emër që mund të kandidojë për vetëvendosje në këto zgjedhje është edhe Hajrullah Çeku. Madje siç raportohet, Hajrullah Çeku vetë se është vendosur si emër që do të përfaqësojë vetëvendosjen në këto zgjedhje. E për këtë po vazhdojnë të jenë ende në heshtje, ani pse tani është zyrtarizuar edhe data e zgjedhjeve. Siç duket, puna e realizuar nga Hajrullah Çeku në Ministrinë e Kulturës bëri që Kurti të bindet që t'ja jep besimin për Prishtinën, natyrisht si komuna më e rëndësishme e vendit. E në garë për Prishtinën tanim të konfirmuar janë kryetari deri tanishëm Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Bek Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besa Shahinoj apo e njohur ndryshe si gruaja e Dardar Mollishaj nga PSD. Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë përmendur ende asnjë emër se kush do të mund të jetë kandidat i tyre në këto zgjedhje. E nga vetëvendosje shkurtimisht kanë deklaruar se gjatë kësaj jave me gjatë do të bëhet edhe zyrtarizimi i kandidatit. Kjo u tha edhe nga shefi i asamblesëve të VV-s në Prishtinë, Gzim Sveçla. Është një prej emrave që përmendet. Është shprehur shkurt ai. Ngjashëm deklaruar për lajminet edhe Gzon Azemi nga vetëvendosja. Emri do të bëhet publik së shpejti sapo të konfirmohet edhe në organet televizjes. Do të ju njoftojmë sapo të kemi miratimin final. Ditë më parë, presidentja e vendit Vjosa Osmani zhvilloi një takim me përfaqësuesit e partive politike në vend. E në këtë takim tema kyçe ishte pikërisht caktimi i datës së zgjedhjeve lokale. E dje nga presidenca u bë e ditur se data e zgjedhjeve lokale është vendosur të jetë 12 tetori. Ky vendim është marrë pas shqyrtimit të kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike dhe pas një analize të plotë në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore, thuhej në njoftimin e presidencës së Kosovës. Derisa përgatitjet për zgjedhjet lokale tani do nisin, në vend vazhdon të ekzistojë bllokada institucionale pas zgjedhjeve nacionale të nënshkurtit. Vendi ynë vazhdon të mos ketë kuvend të konstituuar e as qeveri të re të formuar nga këto zgjedhje. Në kuvend bllokada vazhdon duke u refuzuar propozim ndryshimi për votim të fshat, si dhe refuzohet vazhdimisht e bindshëm emri të propozuares për kryekuvendare Albulena Haxhiu. E pikërisht për këtë Haxhiu ditë më parë është pyetur se kë do ta vendosë vetëvendosje për kandidim në komunën e Prishtinës, me rast tha se çdo gjë do të dihet në kohë. Secilin kandidat do ta bëjmë publik me kohë e me radhë. Duhet përkujtuar faktin se vetëvendosja në zgjedhjet e kaluara lokale nuk është se doli mirë se në ato nacionale. Vetëvendosja drejton vetëm 4 komuna, e që janë Kamenica, Gjilani, Podujeva dhe Shtimja. Alban Hyseni, Shpejtim Bulliqi, Qemal Aliu dhe Kader Rahimaj janë kryetarë nga radhët e VV-s nga zgjedhjet e kaluara, e këta të njëjtit do të kandidojnë sërish për një mandat tjetër në drejtimin e këtyre komunave.